Sorra e maskuar. Ajo ishte një sorë kokra e dembeles, edhe nga që nuk merrej me asgjë, përdorte hilet edhe mashtrimet për të rrëmbyer ndonjë copë buke dhe ushqim. Një ditë u kro dhe u përpëlit në një grumbull me hi, pasi donte të maskohej si pëllumbi i egër. Pasi mendoi se kishte marrë ngjyrën e duhur, u nis drejt tufës së pëllumbave, të cilët i jetonin në një fushë të gjerë. Donte ta hante bashkë me pëllumbat, ndoshta mund të kollofiste edhe ndonjë vezë pëllumbi, apo ndonjë zog të përsalindur. Por me t'u afruar, i pari i pëllumbave e kuptoi menjëherë se bëi fjalë për një sorë, gjë të cilën e dalloi nga mënyra se si ecte. Ai u bëri me shenjë pëllumbave luftarak dhe ata ju turrën si shigjeta, duke e detyruar t'ia mbath nga syt këmbët. Të nesërmen, pasi e kishte kuptuar ku kishte çaluar një ditë më parë, u zhgërrye sërish në hi dhe ju afrua tufës së pëllumbave, duke ecur një lloj si ata. Atë natë kishte bërë prova gjatë gjithë natës, duke imituar ecjen e pëllumbave. Këtë herë i pari i pëllumbave nuk arriti ta dallojë nga ecura, por e dalloi vetëm kur e pa që përlau sa hape mbyll syt një copë mishi të hedhur. Me ta kuptuar se bëi fjalë për penë të zezën, sërish pëllumbat luftëtar ju turrën dhe ajo ja dha vrapit. Ditën e tretë, pasi u zhgërrye në hi, eci siç ecin pëllumbat edhe frenoi tundimin, ju afrua tufës së pëllumbave, duke përdorur një hile. Hante siç hanin pëllumbat e tjerë. Pëllumbat në fakt këtë herë nuk dyshuan se ishte një prej tyre, po për fatin e keq të sorrës, aty pranë kaloi një shoqe e saj e vjetër, e cila i thirri në emër. Pendëzeza harroi ku ishte dhe për çfarë kishte ardhur, dhe ju përgjigj me zërin e saj të qier, duke u demaskuar. Morali, sa do të maskohet edhe të shtiret njeriu, maskat fillojnë e bien njëra pas tjetrës, duke e nxjerrë ashtu siç është në të vërtetë. Janë sjelljet, tundimet edhe gjua ato që ja heqin maskat.